internet YouTube-sa dhe sidomos ju që jeni shikues të Anje Report, programi sotëm është i dedikuar tërësisht modës. Dhe ku tjetër më mirë se në shkollën, por gjithashtu edhe agjensin kaq shumë të njohur tashmë Grace Models, do të arrija unë të thoja diçka më shumë për modën në Shqipëri. Dhe më besoni, modën në Shqipëri ka njerëz që modën nuk e ndjekin, por ka dhe shumë njerëz të tjerë që modën e duan, që punojnë për modën me shumë pasion, dhe një nga ato është edhe Gracie. Shkojmë se puna pret Gracie. Përshëndetje, mirë se të gjeta në kryet të detyrës, e dija që do të gjeja në kryet të detyrës. Do ulemi të akomodohemi këtu ne? Gracie, më thuaj një çik, ke një shkollë dhe një agjensi mode njëkohësisht. Sa e vështirë është ti bësh këto të dyja bashk? E vështirë, shumë e bukur, por unë jam optimiste si person, kështu që gjithmonë them çdo punë ka vështirësitë e veta, si kjo e jone, që duket vetëm e bukur, por në fakt është shumë e vështirë. Ti do punosh orare pa orare, ke komunikim me shumë të rinj, gjë që është e vështirë, janë adoleshent, kështu që, por unë them që e kam nisur dhe doja dalë mban. Në fakt, në përgjithësi, jo domosdoshmërisht, ata që kanë agjensia apo shkolla mode janë dhe vetë bukur. Faleminderit. Punojnë për të qenë të tjerë të bukur ndoshta. Po për këtë pjesë ziqa të më vjen mirë që e vlerëson ti. Mami dhe babi të bën kaq të bukur shfaq. Dhe prindrit i kam shumë bukur. Edhe i përshëndes të dy. Bravo, mami dhe babi Gracie. Gracie, po shikoja një çik edhe foto të mbrapa. Ti tani ke ndërtuar një strukturë të mirëfillt dhe shkolla jote është shumë e njohur. Dhe ajo që më pëlqen më tepër është fakti që ti ja garanton me këtë shkollë realisht suksesin atyre që vinë këtu, se jo gjithmonë ndodh. Ditë më thuash pse nuk ndodh dhe si realizon ti këtë? Pse nuk ndodh, nuk di ta them. Di që shpesh ngatrohet sepse thonë që të merresh me modë mjafton të jesh i bukur apo të njohësh vajza të bukura dhe dim të bukur dhe ti nxjerrësh pasare. Fillimet kanë qenë që ishte një mision për të bukurën dhe ti duhet të flisë për të bukurën dhe gjithmonë për të thyer një tabu që vajzat e bukura nuk janë vetëm këtu, por janë edhe shumë të zgjuara. Kush janë këta persona që ti u ke hapur dyert e suksesit? Okej, janë shumë. Mund të përmend Kristela Gjokën në Top Channels, në fillimisht me emisionin Tjetri dhe më pas tashmë është tek lotaria tek Ediel. Edhe prezanton, ka dhe një artikulim të mirë. Po, është një vajzë që ka ambicie dhe duket që do ecë edhe më shumë dhe i urojmë suksese. Disa nga vajzat e telebingos shqiptare, Kristina, Megi dhe Edris. Bojken Musaj imazh tek Tjetri në Top Channel, po ashtu edhe Suela. Pra është një vajzë dhe një djalë. Të dy janë imazh të emisionit Tjetri. Edhe në kinematografi ke kontribuar ti Gracie? Kemi kontribuar në disa filma, jo vetëm një, ndër më të rëndësishmit ka qenë filmi Femrat me Ermal Mamaqin, ku aktoreja kryesore Engji Cuku dhe një pjesë e mirë e figurantëve kanë qenë studentët tonë, por ajo që bëri buj dhe dha më shumë në atë film ishte Engji. Engji është një vajzë që është shumë e talentuar, nuk e ka nisur këtu tek ne, por më vonë ka ardhur dhe ka marrë një trajnim edhe më të sofistikuar. Dhe ju uroj suksese, e di që jam e bindur që Engji do ta shohim edhe në filma të tjerë. Po sa e bukur që nga kjo gjëja. Jo, kjo ka qenë, kjo është një kujtim shumë i bukur. Kjo ka qenë një dhuratë nga kompania Sideral, ka qenë puna e parë e agjencisë, jo e kursit, e agjencisë Grace Models, ku ne patëm një bashkëpunim, pra ne gjithashtu krijojmë dhe hapësira për vajzat që duan të merren me përveç se sfilatave, reklamës, produksionit, po ashtu edhe ato që duan të merren me aktivitete promocionale, hostess, dhe kjo ka qenë një dhuratë e parë nga ne për punën tonë të parë. I dua shumë dhuratat dhe kam patur nga bashkëpunëtorët tanë kryesor, kemi patur her pas here, kemi marrë medalje apo certifikata. Po, si që në ato atje, po. Kemi marrë Panajeri Click Expo Group, po ashtu edhe një certifikat mirënjohje nga Kosova. Që është ajo atje, po. Nga kompania B Models, me të cilën unë gjatë gjithë kohës bashkëpunoj dhe sa herë kam aktivitete në shtetin ton tjetër shqiptar, Kosovën, unë bashkëpunoj me B Model. Gracie, a ka mod në Shqipëri? Ka mod.
Po ka shumë probleme. Shqiptarët kanë shumë dëshirë, janë shumë pranë modos dhe kanë gjatë gjithë kohës dëshirën për të dukur të bukur, për të veshur, për të grimuar, për të lyer, për të pozuar. Do të thosha më tepër femrat. Por jo vetëm femrat. Unë bile mua më vjen mirë që kohët e fundit për kujdesin ndaj vetes është shumë i madh edhe tek meshkujt përveç se femrave. Njerëz, internetsa, YouTubesa dhe sidomos ju që jeni shikues të një report, keni parasysh se edhe pse ndodhem në një klinikë dentare, ne do të vazhdojmë të flasim për modën. Do të thoni ju dhe me të drejtë, më Dasara, po je ulur tek ajo karrigja e tmerrshme për këdo e dentistit. Mirë, po ja që ka dhe nga ata dentist shumë të talentuar, siç është rasti i djalit që do të intervistoj në këtë momente, por që në të njëjtën kohë është edhe një dizenjues shumë i mirë. Hajdeni me mua, më ndihni të zbulojmë se kush është ai. Djali që kam në krah e ka emrin Robert Renza, me profesion është dentist, por shikoni se sa gjëra të bukura krijon ai gjatë kohës së lirë. Ç'lidhje ka një dentist me modën? Është art, edhe dentistria është një pjesë e artit. Pavarësisht se është pjesë e mjekësisë, normalisht ka të bëjë me detaje shumë të bukura të cilat të falin një buzëqeshje si e jotja për shembull. Të lutem më tregon çik se çfarë impenjimi dhe nervash do që të krijosh këto gjëra të bukura që krijon ti. Tani këto janë për meshkuj apo jo? Kjo varse duket shumë mashkullore, pavarësisht se Atëherë, ideja është këtu. Këto janë disa nga aksesorët që unë dikur përdorja dhe mbaja, jo se nuk i mbaj, por më pak më rrallë. Nuk është se unë kam një pasion me aksesorët kryesisht, por me gurët. Dhe pjesë e tyre po ti shofësh janë gur mineral, pra gur të çmuar. Një kulturë që nuk ekziston në Shqipëri, por që unë e kam të kultivuar që kur kam qenë jashtë. Po të shofësh për shembull, ke një amethist. çfarë është? Është gur, quhet amethist, ke sy tigri, ke ky quhet syri i tigrit. Ky guri këtu quhet sy tigri, ëh? Ky është qelibar. Qelibari të paktën njihet nga moshat më të mëdha në Shqipëri. Në fakt është përdoret edhe si shprehje, për shembull, ai është qelibar. Po pse, çfarë Qelibari si natyrë është rezin, pra rrëshir pishe, e cila është fosilizuar. Më tregon një çik në përgjithësi si është e konceptuar krijimtaria jote? Ti krijon. Unë krijoj. Nuk e di, është një pasion që më ka lindur që në moshën diku 13-14 vjeç. Do të thonë në fillim fare punoja me luaja me ruaza kallçuku, të cilat filloja të bëja byzi-byqe ose gjëra të vogla. Dhe rastësisht kam zbuluar një dyqan, të paktën jashtë shtetit kur kam qenë, ku kishte gur. Dhe u futa kështu rastësisht dhe ishte fati që unë njojta me gur dhe fillova pastaj mësoja të punoja argjendin, punoja gurët dhe t'i lidhja. Në një periudhë të gjatë kam punuar stilist të revista Harmony, rreth 2 vjet, më thënë që në fillim deri në fund. Në momentin që punoj një revistë, duhet të informohesh jo vetëm mbi veshjet, por edhe mbi detajet e modës që sjell moda në prerje flokësh, në grim, thonjë, të gjitha detajet. Kështu që normalisht u detyrova dhe unë që të mësoja disa gjëra. Në fakt e kombinuar shumë mirë, xhaketa që ka super, pastaj edhe ky shalli, që kur e prek e kupton që është është më ndafsh. Kështu modestisht e thënë. Mirë, po në fakt janë disa njerëz që janë të prirur, sepse ashtu si çdo art tjetër dhe moda është art. Disa njerëz lindin me zë të bukur, normalisht, disa tjerë mund të kenë aftësi tek duart. Dhe disa tjerë kanë aftësi pastaj te truri. Ose te goja, çe ke ti për shemb. Me që jemi te goja, te klafologjia. Isha kurioze të dija një gjë që në fakt nuk e di pse e kanë me kaq problem të madh ta diskutojnë ose ta thonë njerëzit në media apo në televizion, gjërsa është një fenomen i përgjithshëm. Prirjet më të mëdha për modën dhe për sa i përket modës, kryesisht i kanë homoseksualët. Çfarë mendimi ke për këtë? Normalisht nuk ka ndonjë ligj që ta përcaktoj këtë gjë. Disa nga stilistët më të mëdhenj kanë qenë homoseksual. Janë. Okej, dhe vazhdon të jenë. Kanë qenë dhe të paktën Diori, Yves Saint Laurent, por kjo nuk është absolute. Nuk ka të bëjë. Normalisht arti është një pjesë që të thuash që i kap të gjithë njerëzit. Mund të flasësh për shembull edhe për piktorë që kanë qenë të çmendur. Ose të lehtitur, mund ta kapin nga Van Gogh, për shembull që vati preu veshin e vet. Salvador Dali që ishte një surrealist goxha i njohur, por që backgroundi i tij tregonte që nuk ishte një njeri normal. Edhe në Shqipëri, unë njoh shumë parukierë që në fakt janë homoseksual, edhe nuk ka asgjë të keqe këtu. Normalisht parukeria është ajo që e kap të paktën atë pjesë. Më shumë, më tepër. Eksakt.
Më premtove që do më bëje një dhuratë në fund të intervistës. Dhuratën, po. Vetëm do më lesh 2 sekonda që ta gjej. Po si jo. Okej. Ky fustan nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Megjithatë, fustani është plot me gur dhe nuk ka nevojë për asgjë tjetër, por kjo është dhurata që më bëri Roberti. Okej, ti përshëndesim atëre fansat e tu edhe mirupafshim. Hape gojën. Njerëz, internet sa YouTube sa unë vazhdoj të flas për modë dhe nëse nuk e bëj sot, kur do ta bëja tjetër, gjersa na ndajnë vetëm pak ditë nga 8 marsi dhe kam ardhur në qendrën tregtare Teg sepse këtu janë 3 marka shumë prestigjioze të kompanisë Prestige Group. Bëhet fjalë për Misakin, që është një linjë perlash të kultivuara, bëhet fjalë për markën Zades, që ka aksesor të gjitha llojeve dhe të gjitha kanë nga një veçanti që brenda tyre, cila do prej këtyre aksesorëve, veçantinë e tij e ka sepse brenda ka lëkurë. Edhe kjo unaza, për të cilën ndoshta nuk ju shkon mendja poshtë orave, në fakt ka në përbërje gjithsesi një copë lëkurë origjinale, të cilën mbase ne nuk e shohim dot në këtë moment, por Zades është e karakterizuar nga kjo gjë. Dhe gjithashtu është edhe Furla, që është një nga ato kompanitë më prestigjioze të çantave, me çanta shumë të bukura, por unë do iki që të takoj Albanën, sepse Albana është menaxherja e këtyre 3 dyqaneve dhe do të na tregoj ajo më mirë se kush janë këto produkte, se cila do të ishte dhurata më e bukur për ne femrat që e meritojmë në maksimum për 8 marsin. Më ndiqni. Albana, përshëndetje, kemi hyrë tek Misaki, Ti je menaxherja e këtyre 3 brendeve të Prestige Group. Çfarë do të ishte ideale si aksesor, do të thosha vathët, mendoj, përpara se të nisim intervistën, me këtë veshje që kam unë të Gallianos? Atëherë, me këtë veshje që keni ju, duke qenë se fustani është pak i mbyllur, nuk të lejon shumë që ju të mbani një varsa, kështu që unë do ju rekomandoja një palvëth, patjetër. Kështu që kemi disa mundësi sjellje. Janë këto foto këtu, që shkojnë si me ngjyrën dhe me formën. Sa kushtojnë ato, Albana? Ato kushtojnë 25.000 lekë të reja. Perlat janë të ujërave të freskëta, materiali është argjenti larë me rodium dhe perlat kanë një kohë kultivimi prej 3 vjetësh. Ti mendon se kjo do të ishte vëthi ideal për këtë veshje që kam unë me këtë fustan të Gallianos, apo jam? Edhe këto
perla, që janë gjithashtu perla të kultivuara me një kohë kultivimi prej 3 vjetësh. Këto janë nga ujërat e kripura dhe konkretisht nga koja. Sa kushtojnë ato? Ato kushtojnë 28.000 lekë të reja. Me qënë se kushtojnë pak më shumë këto, gjatë intervistës të vendos këto unë me këtë veshje dhe t'i kthej përsëri mbrapsht. Se jo, po mund t'i vendos. Të njëjtën gjë unë bëj dhe me fustanet, se në fakt veshjet e mia janë të gjitha të mundësuara nga dyqani Vintage, është në blok tek rruga Nikola Tupet dhe unë jam shumë e kënaqur që kur kam zbuluar këtë dyqan. Po kryesisht kërkesat për çfarë janë, Albana? Kryesisht kërkesat janë për varse dhe gjërdat. Më tepër janë meshkujt që preferojnë të futen për të bërë dhurata, ose janë vajzat kur kanë ndonjë rast fejese ose tasë. Që nga një ndjesi shumë e bukur kur e di që po vë në vesh një palë vath perlash. Do ta tregosh tani disa prej atyre që janë produktet më të veçanta të Misakit. Dhe me sa di unë, Misaki është një kompani shumë e njohur për perlat. Po, Misaki si kompani është nga Monte Carlo, ka më tepër se 20 vjet në treg që merret me perlat e kultivuara dhe është ekspert në perlat e kultivuara. Saktësisht ka 26 vjet. Te Misaki çdo klient mund të zgjedhë një shumëllojshmëri perlash me ngjyra nga më të ndryshme, me forma nga më të ndryshme dhe me kohë kultivimi gjithashtu të ndryshëm. E përcaktoj këtë kohën e kultivimit sepse kjo është një faktor që ndikon dhe në çmimin e perlës. Po. Materiali dominues tek ne është argjenti lar me rodium. Pjesa më e madhe e produkteve tona janë argjent. Gurët janë kristal austriak në këtë koleksion. Kush është një gur kristal austriak? Janë këto gurët këtu. Është pjesa anash perlës, ë? Po, përveç perlës së kultivuar, Misaki ka dhe gurët kristal austriak dhe në këtë koleksionin e fundit fare, të gjithë gurët e këtij koleksionit janë zikon. Tani do të vazhdojmë me Zades. E veçanta e këtij dyqanit është që të gjitha bizhuteritë tona, aksesorët janë të punuara me dorë dhe kanë të veçantë lëkurën. Lëkura është e një cilësisë së lartë italiane. Përveç punimit me dorë, ka të veçantë dhe gurët. Gjithashtu dhe këtu, si te Misaki, gurët janë kristal austriak. Materiali dominues është çelik i pastër. Të gjitha bizhuteritë tona janë të reklamuara në formë setesh, me kombinime me njëra tjetrën, kështu që çdo klient që mund të vi këtu ka mundësinë që të ketë kombinim dhe të gjejë të gjitha produktet po prapë në dyqanin tonë. Dizajnet janë të trendi, janë për përdorim të përditshëm, janë produkte të thjeshta që mbahen çdo ditë. Kush do të ishte një orë ideale dhe pse, Albana? Zade është një firmë që ka produkte si për meshkuj si për femra. Ora që unë do të rekomandoja në këtë rast është ajo ora aty. Sa kushton me qira fjalë? Ajo kushton 72.300 të reja. Dhe çfarë e bën ato orë kaq të veçantë, por dhe të kushtueshme? Është lëkura. Përveç kësaj, materiali është çelik i pastër i larë me flori. Do ju rekomandoja në këtë rast është kjo ora këtu e Zades, është unike e veçantë, sepse pjesa brenda orës është komplet e veshur me lëkurë. Pra është e veshur fusha. Është e veshur me lëkurë. Dhe kjo ora që ka shumë e veçantë. Ora kushton 50.000 lekë të reja. Albana, kush do të ishin produktet të tjera të veçanta të Zades? Sepse mua më kapi syri ato si byzylyqe ashtu, tash i femër jam unë, e kupton? Përveç lëkurës të veçantë dhe të dukshme kanë edhe gurët, që janë gjithashtu, siç u thash më përpara, kristale austriake. Këto byrzylykët janë për një parti, për një mbrëmje, nuk janë për përdorim të përditshëm. Ua, sa të bukura që kanë këto byzylyqet këtu. Komplet ajo pjesa është me lëkurë. Janë gurët kristal austriak dhe perla është e kultivuar. Sa kushton byzylyku që është i madh, i gjerë dhe sa i ngushti? Atëherë i madhi kushton 18.000 lekë të reja dhe i ngushti kushton 14.000 lekë. Shumë e bukur që ka. Mund të kem kënaqësinë ta vë vetëm 5 minuta në dorë? A mund të vendos? Patjetër. E di që nuk shkon me këtë fustanin e Galiano se normalisht dora duhet jetë e zbuluar, kam përshtypjen në momentin që Po është e vërtet, vetëm në momentin që ngrini pak mëngën, duket shumë bukur. Këtu janë koleksioni i ri i Zades. Të veçantën kanë që janë material çelik i pastër i larë me flori, lëkurën e kanë ose në ngjyrë të bardhë ose në ngjyrë ulliri, dhe gjithashtu gurët që janë kristal austriak që i përmendëm dhe më përpara. Aty është e bardhë, kurse lëkura është e bardhë dhe në këtë varsën tjetër është në ngjyrë ulliri. Gjithashtu po ta shikoni dhe brenda unazës duket si gur, po është lëkurë dhe është e rrethuar pastaj komplet me gur.
Dhe gjithë veçantia e Zades si një brend i njohur në të gjithë botën është fakti Kombinimi i materialit me lëkurën. Janë të gjitha bizhuteri të shoqëruara me lëkurë. Po Zades sa vjeç është Albana e di? Është rreth 10 vjeçare në treg. Rreth 10 vjeç. Dhe prej 2 vitesh ndodhet këtu në tek ne. Albana, do vazhdojmë tek furlan e tani? Vetëm një sekond ju lutem, sepse ne vërtet bëjmë dhurata këtu në dyqan. Domethënë, Produktin, po kemi një produkt tjetër. faleminderit e përfitova domethënë një dhuratë. Në fakt besoj që me këtë fustan të Gallianos shkon ky byzylyk. Dhe tani do më thuash ç'vlerë ka kjo dhuratë që sapo më bëre ti mua. Atëherë, ky bërzuluk i jepet klientëve tanë që blejnë në një vlerë mbi 20.000 lekë të reja. Pra ti sapo më bëre dhuratë mua një byzylyk që është lëkurë origjinale dhe kristale austriake. Vazhdojmë tek furla tani? Shiko, po më zileps jashtë mase shumë, edhe unë nuk e di se çfarë ti kërkoj përpara atij djaloshit tim që të më bëj dhuratë. Tu kemi të reklamuar koleksionin e ri, pranverë siç e shikoni nga shumëllëshmëria e ngjyrave. Kush është koleksioni i ri pranverë? Janë këtu. Koleksioni këtu. Gjithashtu edhe ato produktet aty. Sa vjeç është furla Albana? Është 80 vjeçare në treg. Tek ne ka vetëm 2 vjet, që është prej majit të 2012-s. Përveç çantave që janë të dukshme, furla prodhon dhe këpucë dhe aksesorë të ndryshëm. Kush janë aksesorët do t'i shikojmë? Atëherë, një pjesë të aksesorëve ne kemi reklamuar, janë Pra orat këtu. Sa të veçanta që qenë nga këtu Albana, njërin rip ora e pas ka të bardhë dhe njërin rip e ka të zi, dhe pastaj ato vendet ku kapet ripi, po themi kapset e ripit janë e bardhë me të zezë bashkë. Albana, këto orat janë koleksione tani të... është koleksioni pranverë. Sa kushtojnë? Kushtojnë 10.000 lekë të reja. Albana, sa e bukur që qënë ka kjo çantë dhe sa shkoka me këtë veshjen time sot. Me veshjen tënde kemi disa mundësi zgjedhje. Pse jo ndonjë nga këto çantat Candy Bag, që është kombinimi gomës me lëkurën. Do shkonte më së miri me fustanin tuaj ose ndonjë çantë. Aq shumë në modë dhe aq shumë e njohur furla për Candy Bag-un, a? Se duhet ta theksojmë këtë pjesën. Ta e bukur. Dhe qënë ka dhe shumë të mersisht komode për mua, që jam e detyruar që të mbaj shumë gjëra me vete. Është e vërtet dhe ky është edhe një arsye pse e pëlqejnë shumë furlën, është për shkak se çantat janë të një masie, dominon më saktë një masi më e madhe e tyre dhe janë komode. Tani ajo që më përshtypje mua është që brenda një produkti lëkura ka shumë gjyra dhe ka shumë kombinime. Sepse pash orat atje dhe mendova se ishte një gjë që e shikoja për herë të parë. Në fakt, tani që bëm një shëtitje dhe kam një përqendrim më të madh në dyqan, më bën shumë përshtypje fakti që për shembull çantat atje janë me një dizajn të mrekullueshëm. Kjo është e vërtet, përveç çantave aty që kanë kombinim 2 ose 3 ngjyra në këto koleksion pranverë dominon shumëllëshmëria e ngjyrave biles edhe te Candy Bag ne kemi ngjyra të ndryshme brenda një çante. Shiko dhe Sarati ke vendosur vëthot nga Misaki, por dhe këto vëth do shkonin më së miri. Po këto vëth janë të ndryshëm. Është e vërtet, kjo është e veçanta këtyre vëthve që janë të dy të ndryshëm. Do të thotë që kemi të bëjmë me një palvëth. Një palvëth, po, një palvëth. Sa kushtojnë këto se po më pëlqejnë shumë? 10.000 lekë të reja. Qa ke harruar të më tregosh? Është kjo çanta. Kombinimi të ngjyrave të bardhë me pana ka të veçantë edhe këtë pjesën këtu. Ngjan me gëzofin e Jaguarit, por në realitet është qimekali. Qimekali, të gjitha këto? Të gjitha këto qimet janë punuar me dorë për të krijuar këtë dizajn, domethënë dizajni është si Jaguar ose si Tiger ose si Leopard etj. Dhe në fakt qimet janë të gjitha të veçanta që e kanë krijuar këtë gjë. Po, edhe pse në distancë nuk duket, po ta prekësh janë vërtet qimekali. Unë e preka dhe është vërtet... Dhe për momentin nga ky koleksion, ky është, ose më saktë kjo është çanta më e shtrenjtë. Le të themi produkti më luksos. Më luksos. I furlës për momentin. Dhe sa kushton ky? 106.000 lekë të reja. Në fakt ne nuk duhet të veprojmë me të vjetra. Në fakt të e vjetra është një gjë që na e ka lënë xhaxhin verë kot fare, po
po bëj një rrotullim se nuk do kem shansin kur ta blej një çantë të tillë. Është e pamundur. Nuk i dihet. Albana, ishte një kënaqësi shumë e madhe që vizitova të 3 këto dyqane me ty. Më bëri shumë përshtypje se sa të veçanta gjeta nga njëra markë tek marka tjetër. Të ndryshme, brenda një firme Prestige Group që jemi ne. Por i keni ngjitur dyqanet njërin mbas tjetrit. Tash shpjegoj pak të gjitha atyre që janë duke na ndjekur dhe ne i joshëm me këto produkte dhe sidomos ato femra që do festojnë 8 marsin dhe që do i thon burrave atë dua të tyre, burrave, të dashurve, të gjithëve, e kupton? Varet se ç'është i fejuar etj. Dashnorët jo, në fakt dashnorët janë ato që bëjnë më shumë dhuratë, Albana, po nejse, se ti nuk e di këtë punë, ti je shtatzan e martuar, ke tjetër filozofi për jetën, unë e kuptoj këtë. Albana, si do t'i shpjegosh ti atyre që janë duke na ndjekur në këto momente, se ku duhet vinë t'i blejnë këto produkte? Ne ndodhemi në katin e fundit të tegut, Po. gjithashtu dhe në Coin. E kemi në qikë serioze Albanën, por kështu e bën dhe punën e saj, prandaj është ky rezultat. Në këto 3 brende që janë brende të njohura në gjithë botën, siç është Misaki për perlat e kultivuara, Furla, dyqani ku jemi në këto momente, i njohur prej sa vjeç është Furla? Prej 80 vjetësh. 80 vjeç është Furla, është marka më e mirë e çantave, por edhe e aksesorëve të ndryshëm, sepse përveç çantave ka dhe aksesor të ndryshëm dhe gjithashtu Zades që më ngeli në mendje produkte të përbëra me copsa lëkure origjinale. Jam e sakt? Jeni shumë e saktë. Keni gizili juve goca, plasni nga inati, ose në qoftë se nuk doni të plasni nga inati, duhet të vini ose në Teg, ose në Coin ku i gjeni këto produkte. Nga unë, por edhe nga Albana, Kalofshi mirë dhe gëzuar 8 marsin. Dhe gëzuar 8 marsin.